Dhe të i falenderu Kusheret, familjen Bolitini nga Viriqi. Atëre, baba, kër i kemi të rejke eshtra nga komuna e Mitrovicës, që kanë qenë shumë vite në podrumin e Mitrovicës, edhe kër erdhë, u mërzit shumë, i tha nonës, thët, se dhja përjetoj rivarimin, nuk jo mirë nga shëndeti. Thët, pa edhen ku du me qu eshtrat. Nona, thët, ku? Thët, du me qu, thët, në Veresht e Veseli. Po thët, a i ki pyt ata? Thët, s'kam qa me pyt. E thirë Veselin, edhe thët, pasazhavet, mos e zgjatën e vinë Mitrovicë. Ka arë Mitrovicë, ka arë me Ramushin, djallin e Axhës dhe me vllain, ka arë me Jahiren. Edhe moment kër kemi dhonë nisën, baba ka kajtë shumë, u mërzit shumë, sepse ato momente ta dish kanë qenë një grup i vogël njerëzve që ne bashkëpunonin dhe besonin. Se filloi pak situata me tjetë dërlikume. Besoj që me gjelezi e runë këta. Po. Qka është kjo? Si kasafurt, si sef, si qa me thonë kësaj? Kjo është një kasafurt që u maru ditën e dytë kur i ke morë eshnat prej Mitrovicës, eshnat e Isa Bolitini. Dikun rrëth nëndori në 2013. Këtu i ke vendos eshnat e Isës. Edhe ka nejtë dëkterin në ditën, dëkterin në qershor, 2015, dhe i me 5 qershor. Të me thonë, Isa ka nejtë me djemët këtu edhe në Kusheret? Isa ka nejtë në dalopin e parë, me djemë. Qesë, ta qelin. Këtu ka nejtë Isa me djemë, edhe më njerë i ka pas poshtë, i ka ata bashkëluftarë tjerë, 2 miq, e Kusheret, kështu që krejt i kem vendos këtu, e kem mbyll, venin nuk ka qëndru këtu, po së dhe kum qitë, se kjo kasafort ka qenë mrena, nëd. Me të rëgu drejten, nëd, kem nej na vllaznin. Pjesën më të madhe kum nej unë, edhe shpesh herë ty nej, edhe ty përkujtu pak nga historia, e pak nga baba e Migja Balsadre, Balshabane, do rëfime rrëthijisës. Unë të një thojsha, a jam unë aj që i kom eshnat edhe porri me Isën. A kishe momente kur në ashtë dhe folë që me të? Po kum folë, le që kum folë, po ka pasë momente që unë kum folë, e ma ka morë menja që po më përgjigjen. Por, zote. Po, kisha momente që unë flasha, po, ta shtruni jeme që t'ke, thësha, është ty folë edhe Isa më më. A i ki treguna i kuna që i ki në shpe? Ja, bile më ka thonë kryetari i stogu, ta kërë goha, tha që është buletin, tha që më kalzove, thash, jo, thash, nuk i kum kalzu kërkuj. Edhe, kur më ka thirë Bacigjavet, më ka thirë në telefon, thash, Bacigjavet me telefon këto punë nuk muj me bisedu, kur dëbohet 1 orë, unë jem të tinë Mitrovicë. E kum thirë Ramushin, e kum morë edhe vllazit, e në verin, e Jahirin, e jem shku. Kem bisedu, atë natë shumë mirë. Këto kanë qenë mendimet ti, mendimet Bacigjavet që kur gjithmonë, ju më konë gjendje gjithë shka menu. Se e kum dasht atë njëri fort, inshallah Zotin xhenet e ka qu. Më tha, qyre tha, unë e tha, kum pru vendim, tha që i eshnat e Isës, tha me i morë, tha, familja. Tha, po i krejt njerët që ka një, që kum kontaktu, kum nej, shumë tha u besaj. Thash, Bacigjavet, këtë punë kom me kry, me njerën matë modhe, e aty e puna jote, e kem morë, e kem kry. E qka kum pas në fund, kër janë morë eshnat për i këtuit, veç 2 kërkesa i kum pas. Një,
gazetarë të më ardhë, mu marë në mënyrë publike, edhe Arsim Gërgjaliu, pak unë Arsim Gërgjaliu, doktori, nuk më i me dhonë ishtë atë. Dyjat mi kanë plëtsu. Ashtarë Arsim Gërgjaliu, e kumë qelë, kumë jekë pak me qelë, e kumë qelë, kur e kumë qelë, tha qëre tha që bëjë, tha. U konë Haki Shatri, minister, u konë, edhe e në konë shumë, kërejt që kjo barë, qështu që shpeshe, u konë plët njerëz. Tha, edhe ju ka drejtu njerëzve, Arsimi. E përshëndes, shumë atë njeri, qëre tha që bëjë, thamë, nas një institut, nuk ishin rujt, tha, këta eshna ma mirë, tha se këtu. Kur i ka mor, i ka qikë. Edhe i ka këqyrë, tha shumë mirë, tha, aty mu ka falenderu, edhe tash veç një e di, kur shumë herë ky ka pas kontakt me Smail Qemolin, me Hasan Prishtinën, me njerëz që e kanë bon një shtetë tonin. Na jem konë në rrezik mësë me pas shtetë hiqë, kërkun mësë me pas shtetë. E kush qështu o bon, ani, Shqipnia e vogël po o bon shtetë, ta shkon ty u rritë. Ta shkoj që u bëha dhe Kosova, tash. Ha? Ha, është ashtu?